Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se erdhët në takimin e radhës rreth komente shpjegimit të Sahih al-Bukhariut. Allahu pas mëshiruar. Jemi tek edhe më tej vazhdojmë të jemi tek kapitulli i imanit, kitabul iman, më konkretisht tek ajeti 23, ku autori emërton bab el-haya'u min el-iman, turpi është prej imanit. Dhe cek hadithin an Abdullah ibn Umar, nga Abdullah ibn Umari radiallahu anhu, i cili ka thonë: Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fi al-haya. Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaloi pranë një ansari dhe e pa atë duke këshilluar, apo ai kishte qenë duke këshilluar vllaun e vet rreth turpit. Faqal da'hu fa inna al-haya'a min al-iman. E pejgamberi tha, lëra njeriu, sepse turpi është prej imanit, sepse turpi është prej imanit. Ky hadith, të cilët cek Imam Bukhariu pra në kapitullin e imanit, don me tregue se turpi është prej imanit dhe do me tregue çka është turpi. Ani pse ka ardhur edhe më herët wal haya'u shu'batun min al-iman, dhe turpi është pjesë e imanit. Dorsa këtu do me tregue pak më gjerë natyrën e turpit, dhe sa ajo është vërtet prej imanit, është pjesë e imanit. Andaj e ceket hadith ku Abdullah ibn Umari, ka shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregon se përderisa pejgamberi i Zotit ishte duke ecur në rrugë në Medinë, fjala për Medinë, e takoi një sahabi prej ensarëve medinazëve, i cili kishte qelluar duke këshilluar vllaun e vet rreth turpit. Duke këshilluar vllaun e vet rreth turpit, e që jap me kuptue se shkuptohet për hadithit, e ka qërtu vllaun e vet, sepse vllai i tina ka pas shumë turp, unë ngushtu shumë. Dhe vllai i tij jep me kuptu gjithashtu, gjasat janë ashtu, mund të mos jetë sigurt, se është për qëllim vllau prej nane pe babë. Ani pse vllau mund të jetë edhe çdo musliman, por përderisa njeriu e çerton dikën për diçka, zakonisht ata që ka afër e çerton më lehtë se sa dikën që ka më të lartë. Pra mendohet, apo ashtu kuptohet hadithi, kuptimi më i afërt, se ka qenë duke këshilluar një vëlla të tij prej nane prej babe rreth turpit. Pse me këshilluar rreth turpit? Ky sahabi i bekuar, i cili ka pas turp shumë, nga turpi i madh, si duket ai është ngushtu dhe shumë herë ka lëshu pe, apo disa herë ka lëshu pe ndaj të drejtave të veta, nuk e ka lypur hakun, ka hiek, njeriu i cili ka marrë shumë, nga njëri hiek, ngushtohet me lyp hakin e vet, ngushtohet me fol hakun para dikujna, ngushtohet me i thon dikujna e ki mirë, dikujna e ki keq nëse se ka mirë, ngushtohet njeriu dhe dëmtohet. Pra, nëpërmjet turpit njeriu edhe mund të dëmtohet. Kështu ky sahabi i cili po e këshillon atë, po e qerton atë, kështu po e kupton kë. Dhe kjo ndodh në praktik tek njerëzit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ndëgjej këtë sahabijun, ansarin, duke këshilluar vllaun e vet rreth turpit, respektivisht duke qortue, pse po turproheshe, apo pse që po dëmtoheshe, shumë herë për shën pe, shumë herë s'po në mërë hakin të, dhe të tjera gjëra tjera që janë të nevoj që janë të njohura në kohë sodit. Pejgamberi ndërhyri alayhi salatu wassalam e tha: da'hu, lëre vllaun tënd mos e ngoslet qëndron në atë gjendjen të cilën ai gjendet. Da'hu, lëre atë, sepse i turpi fa inna al-haya'a min al-iman, sepse turpi është prej imanit. Pra është hajr krejt. Dhe ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që kemi cekur edhe më herët,
El haya'u kulluhu khairun. Turpi është krejt hajër. I tërë është hajër. Po mund, thot dikush, një me është e vërtet, se njeriu, kur ka shumë marrën e themin në dialektin tonë, shumë turp mund të dëmtohet. Andaj ku hajri këtu kurse për dëmtohet. Imam Nevaviu, në koment të këtij hadithi, e cekit çështja. Dhe thot, të qenurit e turpit, hajër dhe i mirë, dhe se sjell vetëm mirësi, ka shfaqur pa qartësi të disa njerëz. Ka shfaqur pa qartësi të disa njerëz, sepse nga një herë ai turprohet me drejtu dikujna, për shembull nëse e keq, nëse sheh keq, zemra i kushton me e këshillu, por marrja turpi nuk e lën. Apo me ndalu nga e keqe nuk mundet. Ngushtohet. Andaj, se kurse kuptohet se nuk qenë ka krejt hajër turpi, por këthet kjo nuk është e vërtet. Kësajnë e në përgjigjur shumë ulema, ndërta Ibn Salahi, Allah e pas më shëruar, i cili në koment të kësaj çështje të këtij hadithi, pas tjera shaj thët. Kjo ndalesë e cekur, apo kjo veprim i urdhëruar, Kjo veprim që njerëz mendojnë se të urdhëruar për të mirë, ndaluar nga e keqja, po e pengon këtë njeri që ka turp, andaj po dëmtohet ose me marr hakën e vet, ose me lyp të drejtën e vet, ose në një mënyrë me imponuar të drejtën e vet të tjerëve, imponoja të drejtën tonë të tjerëve, tregohu parimor në punë të tua para të drejtës tande. Kjo që mendohet se shkak marrje nuk po mundet me bëu diçka të tillë, Ibn Salah thotë nuk ka pe marrës pe turk pitina. Jo, kjo është pe dobësisë së tij apo paftësisë së tina. Pra, karakteri i tij është i dopt, personaliteti i tij është i dopt. Nuk ka është i paaftaj me ngadhny, me triumfu, me thonë të vërtetën. Ka karakterin e dopt ai përballë të tjerëve. Andaj kjo nuk është turp. Nuk hën në grupin e turpit, në definicionin e përkufizimin e turpit, nuk hën, po hën në përkufizimin e paftësisë, e dobësisë së njeriu, karakterit të dobët të tij për të bërë diçka, për të ndaluar nga një keqe, për të urdhëruar për të mirë, për ta kërkuar hakin e vet, të drejtën e vet dhe kështu me radhë. Por njerëzit me qenë se i përzin edhe këtë, edhe të tjera dhe thojnë kjo është mbrana turpit dhe prej marrës për turpit nuk për kërkan të drejtën e vetë, apo nuk për urdhëron për të mirë, apo nuk për dalën nga keqja, a në fakt nuk ka të bëjë me turpin, është jashtë turpit, sepse turpi apo marrja është hajër, krejt hajër është. Për ata pejgamberi alayhis salatu wassalam tha da'hu fa innal haya'a min al-iman lëre njeriun. Lërë njeri më se vënëm një largu këtë turp që ka, sepse turpi është prej imanit. Dhe gjithsesi është pjesë e lartë e etikës së besimtarit, pa të cilën besimtari mund të jetë besimtar mu'min me iman, por për nga etika, për nga morali, për nga karakteri, ai është shumë dopt nëse nuk e ka turpin. Nëse nuk e ka turpin, Allah në pajis me këtë cilësi, me këtë vërtet, ja Rabbel Alemin, atë hise që e kem në ruajt, atë që nuk e kem në shtoftë në pajis me te, dhe deri takim në radhës, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.